Një verifikimi paraprak që kemi bërë janë 75 fletvotime për ato të cilat po pyetni ju. Procesi i verifikimit të fletvotimeve ka përfunduar në ora 14. Tash jemi duke i bërë përgatitje për bartjen e materialit në qendrën fushësor. Po, sa fletvotime të parregullta janë gjetur me numra të ndryshëm si rek, me që kjo ka qenë tema e diskutimit dhe tema që ka shtyrë procesin deri më tani? Sipas një verifikimi paraprak që kemi bërë janë 75 fletvotime për ato të cilat po pyetni ju. Këto fletvotime takojnë të dy partive apo vetëm njërës parti? Po, të dy kandidatëve. Çfarë do ndodh me to? Ato në një pjesë me kërkesë të policisë i kemi bërë kopje, edhe ja kemi dorëzuar, pastaj janë organe tjera që kanë. Ndërma na tregoni sa kanë qenë të pavullosura, sa fletvotime? Të pavullosura nuk e dim që i ka pas ndonjë të pavullosura, nuk kemi marrë prej ekipeve numërimi që edhe pse na nuk e bëjmë këtë verifikim na si KKZ. Që kanë qarkulluar në Facebook, s'po themi që janë kredibile, por ka pas pretendime që ka fletvotime që nuk janë të vullosura. Për këtë arsye. Mundo që mund ketë fletvotime të vullosura, është normale mos me pas. Kush e verifikon atë çështjen e ulës? Këshilli i vendvotimit është dash, por edhe këtu e verifikohen nëse kanë qenë të pavullosura, hyn në zafin përkatës që janë të pavullosura.